Përkujtohet demonstrata e 8 nëntorit të vitit 1941, kur populli i Korçës u ngrit kundër fashistëve italian. Në këtë demonstrat, pas përleshjeve me policinë e kohës, ka rënë heroi popullit Kocibako. Veteranët, por edhe përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, kanë vendosur buqeta me lule në lapidarin e ndodhur në Bulevard Republika në nder të kësaj ngjarje. I pranishëm ka qenë edhe kryetari i Këshillit të Qarkut Petrika Tollkuçi, si dhe të tjerë qytetarë, të cilët gjithashtu vendosën lule pranë lapidarit. Sot përkujtohet 84 vjetori i demonstratës të madhe antifashiste që populli i Korçës organizoi kundër fashizmit italian. Në këtë demonstratë morën pjesë jo vetëm populli, por edhe rinia. Në këtë demonstratë të madhe u vra edhe komunisti Kocibako. Koci ishte një militant komunist prej qytetit të Korçës, i cili u vu në balë të kësaj lëvizje dhe në balë të kësaj demonstrate. Mbas kryerjes të këtij misioni kaq të rëndësishëm, fashistët italianë dhe ballistët e tyre, që ishin vënë në shërbim të tyre, vranë Kocibakon. Sot Kocibako është heroi i popullit dhe sot përkujtohet edhe 84 vjetori i rënies së tij. Sipas veteranëve, përcjellja e historisë së luftës antifashiste nacional çlirimtare edhe te Brezi i Ri është një nga synimet kryesore për të mbajtur të gjallë sakrificat e kryera gjatë kësaj lufte.